Unë muj me tregu që në 6 vitet e fundit unë nuk pa ndonjë ndryshim. Ose ndonjë punë që u krye, ose ndonjë premtim që është dhënë, që është realizu. Se ke pa stadiumin e Gjilanit, as autostradën e Gjilanit. Pikrisht kesh, unë erdha nga autostrada e Gjilanit, unë hala e pash një lojë në Gjilan, dhe tash shpresoj që me tren kthejna prapë për Prishtinë. Pra, autostrada e Gjilanit nuk ka përfundu? Jo, fatkeqësisht jo, se pak kajgare. Me të vërtet, Nasja në Murav jemi lënë ketë shumë, sidomos në 6 vitet e fundit, ku kemi shpresu shumë që kjo autostrada do të përfundohet dhe do t'jetë lëvizja e gjilanazve maj letë për në qytetet tjera. Për shkak se për momentin është merë rruga tjetër ku çdo vit ne kemi të vdekur në ato rrugë prej aksidenteve të ndryshme. Por premtoi kryeministri në intervistën që dha edhe mbrapa me Kanal 10, premtoi pra edhe përfundimin e kësaj autostrade, besa edhe Hekurull, po nuk e di a ke për Gjilan që Hekurull, a ku e premtojni Hekurull? Nuk e di a ke dika ke, po megjithatë premtoi që do të realizohen këto projekte të cilat kanë munguar. Unë stadiumin. Unë mendoj që këto premtimet elektorale këto janë botë zakonshme në Kosovë, se një politikan del jep premtimet ndryshme, ka njerë jo edhe realiste, se na do të më konë real, se qka mumi me bo dhe qka nuk mumi me bo, si cili prej politikanve, kurse nëse e shenë zgjedhjet e para, është premtu që do të përfundohet autostrada Gjilanit dhe nuk është përfundu, prap në zgjedhjet e dyta është premtu stadioni i Gjilanit përfundohet dhe prap nuk është realizuar, qysh me prit tash se mbas 6 viteve do të përfundohen prapë. Ani, mja dhani mandat edhe